Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë të Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjërom që të lavdroj dhe të aplikoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Të ndërë vëllezër, jetën këtë dynja është një për mirësia më të mëdha të Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe neve shpesh na ikja si domethënie, po një prej domethënieve që është shumë themelore për me i dhon kuptim që e kena perceptuar shëndosh, domethënë në konceptin që jeta është një begati e madhe për Allahut, është për me pa nëse Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë formulën e saktë të shfrytëzimit të jetës. Domethënë me potencu që jeta është begati edhe është mirësi, kjo është fjali që ndoshta shpesh edhe tingëllon sikur klishe. Po kur koncentrohesh për me gjetë formulën e saktë, edhe koncentrohesh për me qenë shumë i sigurt që jetë formula e duhur, edhe qëlluar se si me shfrytëzu jetën, pikërisht atëherë domethënë jena të thelbi i shfrytëzimit të jetës saktësisht, qoftë për fetari, qoftë për dije, qoftë për një qëllim tjetër të jetës, qoftë për diçka tjetër që neve na he në punë. Sot inshallah, me lenin Allah subhanahu wa taala, jemi me një deti prej detnave të dijes, po që realisht është deti ku janë bërë bashkë këtë detnat e kohës së tij. Shpesh ndodh kjo, domethënë ndoshta disa dekada, disa dietar domethënë dalin edhe shfaqen edhe shquhen, po pastaj dija 4-5 dekada mas mund të përfundon te një dietar. Edhe pastaj ato detnat e mëparshme, jo që janë të parancishme, po në një formë ti ke ardhur aty ku janë tubu domethënë detnat e lumejt edhe krejt domethënë rrjedhat e dijes. Saktësisht nëpërmjet biografisë së tij kam një tendencë për me dhënë një përgjigje ose saktësisht disa përgjigje, çysh i bie me shfryzu për një me, çysh i bie me shfryzu sakt, çysh i bie me shfryzu në plotësi mundësinë e jetës për një qëllim madhështor, sikur që kena me vërtetuar me lenin Allah subhanahu wa taala. Sot jemi inshallah me Imam Az-Zuhrin, saktësisht që ndryshe njihet si Ibn Shihabi ose Ibn Shihab Az-Zuhri, që është domethënë një prej tabiinëve më të mëdhej, saktësisht emrin e plotë ka Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Menohet që ka lind diku vitin 51-52, saktësisht 50-51 deri sa disa kanë thonë edhe 56, që i vije, nëse keni konsiderat kur ka lind, i vije që është prej tabiinëve të vegjël, në kuptimin e të qenit shumë i vonshëm, në gjysmë shekulli mas hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është tabiin sepse ka taku pisavëve, saktësisht domethënë është vërtetuar që i ka taku diku 10 pisavëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saktësisht këta që kanë jetuar pak magat. Dhe ndoshta nuk ka pas ndoshta fatin me mësu shumë për tyne, sikur se ka pas domethënë ata që kanë qenë përpara tij, por pastaj domethënë ka mësuar prej domethënë tabiinëve të mëdhej, saktësisht është talebja më i veçantë domethënë e Sa'id ibn Musayyib që e kena trajtuar domethënë biografinë e tij, ndërkaq te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet një prej transmetuesve më të saktë të Enesit radhiyallahu anhu. Por me kuptu peshën e tij, pastaj mundesh me kuptuar nëpërmjet nxënësve. Saktësisht për nxënësve të tij është domethënë Imam Auza'i, Imam Maliku, saktësisht Imam Maliku një pjesë të madhe të transmetimeve ka kryesisht prej Imam Az-Zuhrit, sikurse Leithi, Sufjan ibn Uyeyna, Sufjan al-Thawri, Ata e të tjerë, domethënë krejt ta kanë mësuar domethënë që ky deti që quhet Imam Az-Zuhri. Sa ka qenë domethënë dietar i madh, thot Leithi e keni parasysh është imamëve të fikut edhe të sunetit, saqë ka pasur mëdhëbin në veti, thot nuk kam pa dietar sikurse Zuhri, thot kur ka marrë me kallzu hadithe për me na nxit për punë të mira, kena thonë ky çiket e dika dhe s'dika tema të mirë sa kjo. Thot kur ka marrë dhe ka hyrë pastaj domethënë me na fol për historinë arabëve edhe prejardhjet e tyre, thot çashtu të njëjtën përshtypjen e kanë dhënë, e thot kur ka nisë me fol për Kur'anin dhe Sunet, thot e kena kuptuar se kjo mjeshtri. E kena kuptuar se ky domethënë ka qit pikën domethënë në maksimum dijes dhe përvesimit të kuptimit të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht Sufjani thot Zuhri u konën më i dëshmi që e ka pas Medinja. Sigurisht dikush tjetër prej selefit ka thënë, në momentin që ky ka ndroi jetë edhe në momentin që na konte varros, domthon ka vdekë edhe është varros njëri më i dëshëm që ka pas toka edhe domethënë bota islame, sigurisht Omar ibn Abdulaziz ka thënë, "Monu për dijen e këtij dietari, thos sepse nuk mundi me gjetë njëri që e njeh sunetin më mirë se sa, domethënë Imam Az-Zuhri." Prej cilësive të tij që përmendet në biografi është që ka nejt shumë afër halifeve, dhe ky është një prej figurave që ka qenë i dishëm edhe ka qenë me autoritet, po autoritetin dhe dijen e tij e ka shfryzuar edhe për me nejt afër pushtetarëve të muslimanëve që me ju bë dobi atyne, sikurse domethënë ka nejt afër prej te Abdul Maliku edhe deri te domethënë Hishami, dallohet prej imamëve të kohës së tij që u kanë shumë i dalluar në bamendje, në memorie të fortë, saqë përmendet që hifzin e Kuranit e ka kryer për 80 ditë, domethënë në diçka jashtëzakonisht domethënë e rrallë, sikurse për cilët prej vet Imam Az-Zuhrit që ka thonë, nuk më ka ndodhur diçka me mësu,
edhe pastaj domthon me harru. Shkaku domthon i memorjes shumë të veçantë që ka pasur, që ka begatu Allahu subhanahu wa taala, sikur se ka thonë kur nuk i kon kërku dikujt me ma përsërit një diçka dy herë, sikur se domthon thot krejt një herë më ka ndodhur thot me pyet një shok gjatë kërkimit të dijes, mu siguru a e kom ngu ose a e kom mësu mirë, e pastaj thot jam siguru që edhe çatë herë që më koni dyshim realisht e kisha pasur domthon memorien e saktë. Sikur se Imam Ahmedi thot, "Az-Zuhri ahsanu an-nasi haditha." Thot nuk ka dikush që ka hadithin më të shëndosh, më të saktë, më preciz se sa Imam domethën Az-Zuhri, thot wa ajwadu an-nasi isnada. Thot është njeriu me isnadin më të mirë që ai ka përgjithë domthon pe kujt me transmetu hadithe. Thot an Amrin qala jalastu Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Jabir wa Ibn Az-Zubair falam ara ahadan ansaqa lil hadith min Az-Zuhri. Thot Amri, thot kom nejt me Abdullah ibn Abbasin, kom nejt me Abdullah ibn Umerin, kam nejt me Xhabirin, me Ibn Zubairin dhe nuk kom pa njeri më të plot, më të saktë, më fjalë për fjalë shumë, mi kallzu fjalë të Rasullullah sikur se Imam Az-Zuhri. Domethënë në saktësi, kushtimisht thon u shtym me sahabët. Në saktësi u shty domthon me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka një veçanti, është mirë me majt men këtë veçanti, sepse ne jena ahlul hadith edhe do të më ditë disa prej këtyre informatave. Domethënë ashtu sikur se ka përmend Ali ibn Medini të tjerë për imamave, domethënë Imam Az-Zuhri është njëri prej figurave të selefit që tek ai sillet transmetimi i hadithit të Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, që quhet Medarul Hadith. Domethënë një e pesta ose një e gjashta, jo saktësisht domethënë shifra e transmetimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sillen te domthon Imam Az-Zuhri. Nëse merr me lezu Buhariun, nëse merr me lezu Muslimin, çdo dytin rivajet ose tretin ka përcen transmetimi ka Imam Az-Zuhri. Saqë domethënë dikush pi autorëve bashkëkori ka numëruar domethënë vetëm tek 6 libra të hadithit, diku 1415 hadithe, hadithi shkon ka domethënë Imam Az-Zuhri. Po i citoj disa për fjalët e tij, po kaloj pastaj inshallah tek fragmenti. Për fjalët e tij që ka thënë Imam Az-Zuhri, thot ajo që kam dëgjuar prej selefit, ajo që kam dëgjuar prej të parëve ton, është që më majt për sunetin në shpëtimi, sikur se ka thonë dia shpejt mundet më mor njerëzve. Domethënë mundet më përhap dia mes njerëzve. Më po befas vesh vjen një kohë njerëzit s'din kur gjej. Në befas ndodh që njerëzit e morin të praptën, e morin domethënë ta topjetën edhe ishe që janë xahila. Prandaj thotë shumë e rëndësishme thotë me e shpërnda dijen në mënyrë thotë që domethënë me përfaqësu fen e Allahu subhanahu wa taala. Në një vend tjetër, në rast tjetër Imam Az-Zuhri ka thonë idha tala al-majlis kana lish-shaytani fihi nasib. Thotë dinë thotë se sa herë që neja zgatën, një hisë për shejtanin. Sa herë që keni neja shumë ka mohabet, nuk i dilet mohabetit në çash, sa herë që ka neja të gjata, një pjesë aty në nejave janë për shejtanin. Një pjesë aty në mohabete janë për shejtanin. Në kuptimin që edhe se do të më pas konsiderat që ju ka drejtu kujt në tabenve edhe gjënata më të mira, domethënë nëse ata në orë të tëra kur ka biseda zora me nejt në rend, të mohabetit mirë, zora me nejt pa dal në gibet, zora me nejt pa dal diku ku s'duhet, imagjino ç'është mund të qenë situata domethënë diku tjetër, ndaj ajo pjesa që e trajtuam pak më herët në ligjatet e kaluara të qenit i fjalë kursyer, me mot llafët, është pjesa edhe kësaj që thot Imam Az-Zuhri që muslimani nuk ka domethënë i pajet me xhliset e tij dhe njërat e tij më kanë domethënë pa kufi. Thot Imam Az-Zuhri, mundet njerëzve mi bot kënaqur, fjala e një dietarit i cili nuk punon me atë fjalë. Domthon fjala që ti nuk e vën në praktikë nuk është që domthon lë shenjë tek njerëzit, po as nuk lë shenjë puna e dikujt i cili domthon nuk ka dije. Domthon duhet të më bashk dija edhe domthon vepra. Diku tjetër kishton istakthiru min shay'in la tamassuhu an-nar. Po të mundon nisen ta keni shumt, mundon ta keni diçka të shumt e të cilin sen nuk e prek zjarmi i xhenemit. E ka thonë kush është kjo që se prek zjarmi i xhenemit e kanë mirë me pas më shumë, ka thonë el-ma'ruf me bë mirë për tjerëve, me bë domthonën bamirësi. Menot që ka vdekën në vitin 123-24 Hijrit. Tek fragmenti kum përgjell do vëllezër disa fragmente që mundën me na dhënë një farë përgjigje, e sidomos vëllezëri që janë shumë trik, kisha pas dëshirë domethënë me qenë shumë më vëmendshëm. Saktësisht, kur lexomin apo një figurë, u kon më i dishmi kohës. Këj dia u sill kaj, apo detnat e dijes kanë përfunduar taj. U kon deti dijes, ose dije djetarve është koleksionu të aje kështë më radhë. A duhet në më kon kurashtar? Qysh e kam rri këtë farpune? Apo thjesht do më thonë vesh kena me ngu kuriozitete dhe do më thonë gjana të habitshme. Çka do më thonë? Shpesh neve në ndonë ndërvëllezër, që ndëgjomi storje suksesi, ndëgjomi rrëfime të mirëfillta të suksesit në ibadet, ose në ilm,
ose në fetari, ose në istiqame kështu me radhë, ose shohim një djalë të ri për shembull që e ka begatuar Allahu subhanahu wa taala me një përkushtim me një ibadet të caktuar, ose e ka begatuar Allahu subhanahu wa taala me një distancë për mëkateve, edhe veshtomi mashallah. Kjo vesh me thon mashallah në rregull, ama kjo nuk është domethënë si e njerëzit të mençur me elon çto. Njerëzit e mençur duhen me Allahut pak më shumë, ç'e ka bën këtë farë pune, ose ç'është e majt që këtë farë pune, ose ç'është ja doli, ose ç'është cila formula që e ka ndjek, cila është rruga që e ka ndjek, ky ç'u bën domethënë çka ç'dëshon. Në fakt shpesh ndodh që kur flitet për dietar të mëdhaj, zakonisht njerëzit anojnë ka ideja që thonë që u kanë shumë i zgjuar, apo ose u kanë shumë inteligjent, ose pse pas ka pas memorie njerëz zakonisht domethënë të veçantë. Por realisht kjo formë për me shku ka kjo përgjigje është e njerëzve të cilët domthon dojnë me la veten edhe s'dojnë më mund me këtë pune. Edhe mas promti ai thotë është thjesht një fat i tij, një nafakë e tij mu ka një veçantë me disa cilësi, po jo që është diçka që unë muj me e përsëri domethën storyn. Ndërkaq njerëz të mençur, njerëz me vullnet mirë, njerëz me ambicie, njerëz me shpirt gjallë, njerëz me domethënë larpamësi, çdo lloj suksesi që është tek të tjerët holumton a mundet me e përsëritë edhe me e zbatu formulën e tij tek vetvetja e tij. Sepse realisht edhe ajo është parafërsisht domethënë me vlerat e tua, parafërsisht me rrethonat e tua, parafërsisht me prirjet e tua, edhe ndoshta pak ose pak më shumë punë, realisht domethënë mundesh me e bëhe, domethënë ngjarjen e tij. Ndaj, cila është formula e suksesit në nxënien e dijes fetare, po na mund këtë formulë me përdorë edhe për dijet e tjera, mirë po kisha pas dëshirë theksi veçantë më konën te dija e fesë, e që kisha pas dëshirë me i morë prej një histori e suksesi. Domethënë Imam Zuhri, histori e suksesi. Dija e këtë tabenve e imamëve të maj, mas mëmëti ka përfundu të çyky, domethënë të çyky njeri, saksisht çyka ligjrat në vëllezër, për mos më përsërit, që mos më morë kohë më shumë, është vazhdimësi e njënës për ligjratave që e kina majtën, domethënë tek sahabët, ligjratën e 42 të Abdullah ibn Abbasit dhe 10 pejsazhe të udhës së diturisë. Aty kena përmendur disa fragmente që kanë bëjnë prej jetës së Abdullah ibn Abbasit, çish u bë Abdullah ibn Abbasit, çaj shka u kon, edhe tash po vazhdoni tutje çish bë Imam Zuhri. Edhe nëse i kombinojmë të dyjat, me lenë Allah subhanahu wa taala. Prej projektit më të vogël, që mund të pas dikush një ders javor, e tutje një vëllash ka e kena te kursi hifzit, e tutje një vëllai tjetër i cili fjala bie e ka një ambicie tjetër të ilmit, secili me e gjetën çish me mujt të funksionu sakt. Çish me mujt të funksionu domethënë në mënyrën e duhur me mujt me pasën domethënë sukses. Fragmenti i parë thot Imam Zuhri. Thot kur kom qenë thot çon i vogël. Kur kom qenë thot jashtëzakonisht i ri, thot kom qenë duke mësuar te një afërm i joni një dije prej dijeve të fesë. Këtë dishmin të familjes teme, thot ka me pyet një meselë. Edhe thot kur ardh me pyet atë meselë, thot ky tha për këtë meselë do të më shku te Said ibn Musayyib. Për këtë meselë thot si jam unë. Edhe thot unë si fëmijë thash me veti, u deshka dhe unë me shku me mësute që ky Said ibn Musayyib. Domethënë kanë shans kjo, përderisa ky dishmi jon, po thot për këtë meselë do të më shku te Saidi. Atëherë çka komunë që nuk shkoj te Saidi. Edhe pastaj thot e vendosa dhe komunai thot 8 vjet thot ngjoj të domethënë Said ibn Musayyib deri sa e ka marrën domethënë dijen e tij. Çka është pjesa e parë? Pjesa e dytë thot dikush prej të afërmve e ka pa të mësue Zuhrin të çuj afërm. Edhe i ka thonë araka tuhibbul ilma, fa qultu na'am. Thot po të shoh që e do dijen. Po të shoh që e do dijen. Edhe thash, po i thash e du. Thot fa alayka bi dhalika ash-shaykh. Atë tha mos e do, qua dhe shko te filan shekhi. Shko te Said ibn al-Musayyib. Kodi i parë në vëllezër, që na ka thënë Imam Zuhri, është kthjelltësia në kohën e duhur edhe dashnia dhe pasioni. Domthonë, kur ta shif një djalë që shumë herët u ndërtu, kur ta shifsh një personalitet shumë mirë ndërtu, kuptoje që prej mirësisë së Allahut ai në vakt e ka kuptuar ku duhet me investu, ku nuk duhet me investu. Domthonë, dush më koni fjallët. Jo fjala bie për shembull ndoshta ty të hikin qindra ligjërata, të hikin 10 seria, edhe pastaj me menu të thonë, nuk është që kum hub shumë. Jo, ti ke hub shumë. Ti mundesh me arrit vetveten, o ti ke hub shumë. Imam Az-Zuhri s'ka hub shumë. E ka ditë që s'ban ik Imam Said ibn Musayyib. Mas një kohë ka dekën Said ibn Musayyib. Apo? A më kanë kalon. E kalon Imam Az-Zuhri. E kalon një djalë i cili e ka ditë që e ka vlet me shku me mësu taj. Mirë po, e ka ditë që ja vlet me shku me mësu, një herë azi e ka dash këtë farë punë. Një herë azi e ka dash domethënë këtë farë punë. Ndaj, përgjigjja e parë, pse dikush mrrin shumë? Mrrin se në vakt e kupton ku do të investu. Edhe e dyta që është domethënë themeli këtij kësaj ligjërate, kisha pas dëshirë këtij më harru që mos më harru, themeli i dijes së dashnia vëllazër. Domethënë nëse ti nuk vën ders me dashni,
nëse nuk e çmon, nëse nuk e konsideron që është pasuni e madhe jetës tonë, nëse nuk e konsideron që i të investu për jetën shoqtar tutje, nëse nuk e menon që është investim për ahiretin tanë, për akidën tonë, për rahatin shpirtërore tonë, shumë është problem ti më i dhon zog kësaj pune. Amo kur e kthen këtë punë në dashni, me lenë Allah subhanahu wa taala, edhe pengesat bën të lehta. Me lenë Allah subhanahu wa taala edhe shumë shkaq që ndoshta ti nuk i ke minuar çatu kapacitete që i ki, kanë më të ngjall shkaku domethënë i dashnisë. Dhe këtu kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Kur tham dashni për dijen, absolutisht për dijen, jo për rezultatet e dijes. Shpesh njerëzit motivohen për dijen duke e menuar rezultatin. Dikush e menon pasuninë, dikush e menon autoritetin, dikush e menon famën, dikush e menon mirëqenien e kështu me radhë. Këtë rast dia për këtë njeri është urë. Në moment që realizohet qëllimi, ky më nuk është i dijes. Sikur që ndodh me shumicën e njerëzve që janë në mesin tonë të shkollum, të cilët në moment që punësohen, në moment që arrin një qëllim pas domethënë shkollimit, ai më nuk ka domethënë interesim të madh për domethënë për dijen. Kjo nuk guxon më kanë në formimi edhe qasja e njerit i cili ndërtohet me shembulltyrat e selefit. Shembulltyrat e të parëve tonë të mirë janë për menejtën të dija, domethënë ta njëjtën edhe gjithherë dashnia më kanë me dijen. Jo detyrimisht domethënë me rezultatet e dijes që mundon me ardhur domethënë në këtë dynjë. Ndaj Imam Ibn al-Jauzi thotë, nuk arrin suksese të larta në dije, vetë se ai që e ka me dashni e kur dashurohesh me diçka edhe duran. Domethënë rruga e dijes lyp sabër, lyp durim. Ama ky durim nuk është i këndshëm pa u qenë që je dashuruar atë çka domethënë e ke qit domethënë si synem. E ka pyet Imam el-Muzani, Imam Shafiu. I ka thonë ç'e ki çefin e dijes. E ka po Imam Shafiu s'punginit kur qysh, apo? Unë ç'e ki çefin e dijes. Keni vëmendjen el-Muzani o Talebi Imam Shafiu. Që i bie domethënë pe pyet mos ju po dietar. Jo tu kon domethënë mocani këtë një udhë domethënë në vegjelinë edhe në rinin e tyne. E ka pyet, ka thonë ç'e ki çefin e dijes, i ka thonë thot çaq e kom qefin sa që kur ngojtë dietart, thom me mi dhon Allahu ke gjymtyrë të trupit me mi bë vesh. Ke gjymtyrë të trupit me mi bë vesh me ngusa më shumë domthon dije. Pastaj ka thonë me çfarë interesimi mëson o Imam? Me çfarë interesimi mëson? Thot mësoj sikurse meraklia i madh i fitimeve. Mësoj sikurse meraklia i fitimeve materiale. Një tregtar i cili domthon shumë meraklim me fitua dhe me tubu pasuni. E pastaj i thot, e qysh vihesh në kërkim të dijes? I thot, vina sikurse një non që e ka vesh një djalë edhe i ka hub. Vina mas dijes, sikurse një non e cila e ka vesh një djalë edhe në kërkim të se i ka hub. Çështu thot e kërkoj thot një ders, çështu e kërkoj thot një mësim, çështu e kërkoj një fiqh, çështu e kërkoj një interpretim, çështu e kërkoj një athar, çështu e kërkoj një transmetim domethënë prej dijes. A bëhet shafi dikush i ka çiket, bëhet shafi me lenë Allah subhanahu wa taala. A mu duhet me çiket pasion, duhet me çiket dashni, duhet me çiket kumgulje, duhet me çiket domethënë interesim domethënë të flak. Ndaj duhet me pa ndër vëllezër çështën e dijes si investimin më të madh domethënë vetveten tonë. E sidomos kisha pas dëshirë domethënë të vëllaznit me e mbjell çiket që nëse nuk arrimi shumë me mbjell vetvetet e tona, bile me mbjell tek pasardhësit e tonë. Sikur se ka thënë Imam Zuhri, ma ubidallahu bi shay'in afdal min al-ilm. Nuk është adhuruar Allahu me diçka më të mirë se dija. Nuk është adhuruar Allahu subhanahu wa taala me diçka më të mirë se sa domethënë dija, sikurse domethënë Imam Zuhri ka thonë, dija është vlerë pas cilës jepen antarët e këtij umeti që janë shumë burra. E ka lidh me burrni, sepse burrnia nuk le ty në pozicionin e xahilit. Se ti kur zven ders ti e xahil, edhe nëse ja ki qit vetës 100 domethënë grima për me mbuluket. Ti ku nuk e mëson fen Allahut xahil je, edhe nëse domthoni keni mi interpretime mi këtij emri. E burri nuk e pranon këtë emër. Burri shko burr nuk e pranon më kon xahil. Mund ty të veni nati më kon xahil, çish regjistrohet vetura. Ty të veni nati më kon xahil, çish kryet një procedurë domthon komun, apo madje me mos me ditën ki qef mos me marr vesh kurkush që ta ka kry punën që tërkush. Am fen Allahut e ki pranu emrin e xahilit edhe një shumë i relaksum. Thot Imam Zuhri, dijen e çmojnë edhe e kërkojnë antarët e këtij umeti që janë burra, sepse ati i veni nati me pas emrin e xahilit. E na duhet më kon shumë të gëzimshëm i thon njerëzve që ti ku nuk e mëson fen ti xahili se ti wahi nuk të vjen. Ti nuk të vjen domthoni me laçe me mësu pinqiell, domethënë me ta mësu Kur'anin, me ta mësu Sunetin. Ti në ders nuk vjen, libra nuk lexon, te dietar si e kon, shkollë të fesë nuk i kry. Ku e ke këtë atë xhel? Kështu që nëse je burr do të më të ardhi nati me pranu këtë emër. Nëse ki pak domethënë burrni, dosh me insistu, me luftu, por mos me lën domethënë emrin e xehlit domethënë te vetvetja. Po duhet të thjeshtu me një shembull, por me shumë me vllazniç që pak më të ri për me kuptu. Krejt çka në rini, ta uzurpon mendjen. Fjala bie një qef për me bën një kerr, një qef për me bën një luks, për me bën një mirëqenie kështu. Me lenë Allahut këtë kanë më bë. Me lenë Allahut kanë më bë, i vend dita që bëhen, apo?
Tani masi të bon, cila vlera jote? A kemi na folti ditë natë për çat kerrin tan? A kemi mujt mi gjetë dikant cili të kitë çat mohabetin çat i kerrit kemi apo për ditë. Domethënë të mirat materiale të kësaj dynjaje janë kapituar me jetë shkurt. Mbërrin edhe u kry, që aty përfundon misioni i jetës. Për arsye i ka thonë Musab ibn Zubairi, e kanë ligjëruar, domethënë këtë varg ligjëratash, i ka thonë fëmijëve vet. Ka thonë ta'allam al-ilm. Ta'allam al-ilm, merr dhe mësoj dijen. Fa in yakun laka malun kana laka jamala. Sepse nëse të jep Allah pasurinë këtë dynjë, dija bëhet hershie pasurisë tone. Se shumë njeri ka pasuni, ama vesh 5 minuta mumi me bë mohabet me ta. Po, shumë njerëz kanë të mira materiale, po s'kan shamin adhon. Apo? Thot nëse Allah t'jep pasuni, dija ka mu bë hershie që asaj pasuni është e ki. Thot, wa in lam yakun laka malun kana laka mala. E nëse nuk ki pasuni, dija të bëhet pasuni. Dija të bëhet pasuni. Dikush tjetër ka thonë kështu për njerëzve të urtë, ka thonë el ilmu sharafun la qadra la. Thot dija është një vlerë së një qetë çmimin. Dija është një vlerë së një qetë çmimin. Së një shkruan sa çmimi kësaj vlere. Thot wal adabu malun la khawfa alayh. A thot tu mësu e merr thot një edukat që pasunia jote më e madhe. Tu mësu e ki thot një një edukat që pasunia jote më e madhe, vetë ka një karakteristikë. La khawfun alayh. Është pasuni për të nuk friksosh. Se për pasunitë e tjera mundesh më friksuar që devalvojmë. Për pasuritë e tjera mundesh me pas frikë që domethënë ki konkurrencë. Amo kjo, domethënë këtu ka vetëm burra që garojnë domethënë me dinjitet. Dikush tjetër për të parëve ka thonë kësaj. Thotë merrem se dijen. Thotë se kur je i ri dëdhen. A kur i ban do vjet çet në saft parë. Kur je i vogël, kur je i ri dëdhen. A kur ti bësh do vjet çet domethënë në krye, çet në ballin me lejen Allahut subhanahu wa taala. Ndaj shpesh njerëzve dijes ju drejtohet një farë pyetje me kallzuar sekretin e formimit ty në kështu me radhë. Ibn Qayyim rahimullah thotë krejt që kjo që mundi me pa të dietart, që mundi me pa të njerëz të dijes. Thotë se ata dija ka kaluar në qef. Dija të ata ka kaluar në dëshirë, s'po më përmend fjalën shahwa shit. Të ata ka kaluar dija në diçka tjetër. A është i qartë? Edhe për këtë arsye ai nuk mbrin shkalla, domethënë të larta të domethënë formimit. Pastaj Imam az-Zuhri thotë kështu. Thot mesat rukbet e Sa'id ibn Musayyib 8 sinin. Thot gjojt e me ka nejt gjojt e Sa'id ibn Musayyib 8 vite. Ka nejt 8 vite. Me një farforme në epë dhe kodin e radhës. Cilë është kodi i radhës? Adresa e sakt. Se ti mundesh me pas vullnet, mundesh me pas ndoshta entuziazëm, po mas më rom ti 7-8 vjet i çon dikun kot. Imam az-Zuhri thot këshire, nëse jeni tu mahnit me dijen teme, e kom ditë ku lypot këfa pune. Domethënë nuk kam unë vakt për me eksperimentu. As nuk kam provu kush ma ka dhënë propozimin e parë. Domethënë u kanë Sa'id ibn Musayyib, filani dhe fisteki është adresa e duhur në filan venin, në filan shoqënin, filan epokën, filan kohën, e merr e shfryzon hestë para, nuk e shfryzon, e ka vetëm domethënë vetveten. Ndaj këtu do të më pas konsiderat një diçka. Adresa e gabuar, të ndohet vëllezër, është rrezik fillimisht. Sepse vitet e humbura nuk kanë kompenzim. Nëse mëson 5 vjet gabim dikon ato s'ka ç'mi kompenzuar njëri. E dyta, vitet e humbura janë investim në imagjinat. Shumë ka njerëz lexojnë literaturë të kot me idenë që janë të shute para. Ai vetë krijon imagjinat, kur ballafaqohet me realitetin, as nuk është më kthyet domethënë për më rindërtu, as nuk është domethënë për me vazhdu, edhe pastaj krijon domethënë krijon përcaktime të kota vetëm që mos më kthyej në të ndërtimi domethënë fillestar. Kështu që ne morëm një rregull domethënë. Kur ti e qëllon adresën, bësh adresë për të tjerët. Kur ti e qëllon adresën, bësh adresë për të tjerët. Çfarë thot Imam Maliku? Thotë i kom mbërri 70 vet. Që kanë kallzu hadithin me dinën e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I kom mbërri 70, ka thon Rasullullah, ka thon filani kështu më radh. Thot, "Fama akhadtu anhu shay'an." Thot kur për ty nëse kom mordie. E kena përmend këtë dersi i senetit. Thot, "Wa inna ahadahum law itumina ala bayti ma la kana bihi amina." Thot mi pasdon atë çytyn e njerëzve, 70 vetëve që s'kom shku me mësu te këta. Thot Imam Maliku, mi pasdon përgjithësi me rujt arkën e shtetit janë kanë njerëz besnik. Thot nuk kena marr pikë tyne thot se li annahum lam yakunu min ahli hadha ash-shan, nuk janë kanë këta dijes, për sa s'kena shku me mësu te ta. Wa qadima aleyna ibn Shihab fa nazdahimu ala babi, am kurar thot Imam az-Zuhri thot këtë dera tina. Sepse Imam az-Zuhri ka ditë që u dosh me nejtë dera e Sa'id ibn Musayyib, e vën rënit e Imam Maliku me nejtë dera e Imam az-Zuhri. Kështu që kur ti e qëllon adresën, ty bësh adresë saktë me lejen Allah subhanahu wa taala. Fragmenti tjetër, Salih ibn Kaysan thot, kom shku bashkë me Imam az-Zuhri kena lyp elën.
Ka zonë një shok i udhës. Thot kena shku me kërku dijen bashkë me Imam Zuhrin. Thot edhe shkani ishmi hadithe i shkryshmi. Thot derin sa Imam Zuhri thani dit, naktu ma ja'an ashabihi fa innahu sunnah. Ka thonë Imam Zuhri edhe fjalët e sahabëve do të më shkruajt. So kjo është sunet, se sahabët kanë eduku. Kanë eduku te shkolla e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Thot Salih ibn Kaysani thot I kom thonë jo unë nuk I shkruaj se nuk janë sunet. Duam I shkruaj vesh hadithet, jo edhe fjalët e sahabëve. Thot fa kataba wa lam aktub fa anjaha wa dayya'at. Thot ai tha I shkruajti fjalët e sahabëve, e unë nuk I shkruajta, ai tha fitoi unë hupa. Domethënë kodi I radhës është metoda e qelluar, nuk dush me filozofun talebulin. Domethënë kërkimin e dijes sa formimin tan ka që I kanë ngrok se ulla para teje veç I gron metodën së saktë. Vesh shkon domethënë metodën e saktë. E gjen udhëzimin, atë begaton Allah me një mësues I cili ta kallzon. A e gjen një metodë e cila është përpiluar në literaturë, apo në një ose tjetër formë e ndjek metodën e saktë, nuk I domethënë është kamira pishma me lenë Allah subhanahu wa taala. Ndaj duhet me pas konsiderat në vëllezër këtu që një prej mashtrimeve të kësaj kohe është kjo forma e ndjekjes së turmës. Mon turmën e kena të shkëputjet, edhe mendojmë se çajo dia. Turmën e kena të postimet, edhe mendojmë se çajo është dia. Turmën e kena të statuset, edhe mendojmë se çajo është dia. Krejt këtu nuk përbëjnë dijen. Këtu mundem me përbë pika të vogla të freskisë në një zhek të madh, ama dije jo. Ujitje jo. Ndërtim të mirëfillt jo. Kështu që çysh I bëmë mësu dijen, duhet më kthy te metodat e sakta edhe më ndjek domethënë metodat e sakta. Me një fragment tjetër, thot Imam Zuhri, thot kur një dietarit nuk I kom thonën, a ma shpjegon ndonjëherë çka dashte më thon? Kur një dietarit, thot nuk I kom thonën, a mundesh ndonjëherë më shpjeguar çka e thave, sigurisht se thot kur nuk I kom thon përse të ma edhe një herë. Ndoshta na mund më thonë kjo thjesht për shkak të memorjes së fortë. Jo, kjo ka një kod tjetër. Është koncentrimi dhe shfrytëzimi I rastit si përfundimtar. Koncentrimi dhe shfrytëzimi I rastit, domethënë, si përfundimtar. Është një ide në vëllezër që është mirë me flak. Kushdo mund ndërtu mirë me dije. Kur shkosh me një ders, kur shkosh me një mësim, llogarit sikur kur mos kimu ballafaqur me çat dije. Llogarit sikur është hera e parë dhe e fundit, se nëse llogarit kësaj, edhe nëse ma shënime. Me lenë Allah subhanahu wa taala truni jot ka më koncentruar maksimalisht me përfituar domethënë deri në skajshmëri. Ndërkësh nëse rri me idenë që unë tungu ders edhe shfletoj telefonin, tungu ders edhe analizoj kush ka çish ka ardh. Tungu ders e lasë unë edhe njerë ku me ngu ingjizimin e kështu me radhë, më thonë ti e le trunin edhe e le mendjen tonë, e le koncentrimin tonë në një gjendje e cila është e pafrytshme. Ndaj prej kodeve që na jep Imam Zuhri është koncentrimi I lartë me idenë që domthonë kjo është forma, është rasti përfundimtar domthonë me mësu çat mësim me lejen Allahu subhanahu wa taala. Fragmenti tjetër, po se po me mësu mësimin çtu me të parën, po se po mundu me të parën me kapë edhe me perceptu sakt edhe me mojt men, pastaj me lejen Allahu subhanahu wa taala me rrënjos duke përsërit. Me rrënjos duke përsërit. Sa që përmend ata transmetohet për Imam Zuhrin që kur ka shku te shtëpia, masi e ka mësu dersin, e ka pas një shqiptore e cila nuk u kon as e ilmit as arabe. Edhe I ka thonë gose kom ti përsërit mësimet. Ai ka thonë mos më him punë të mësimet e tua. Thonë ty nuk të him punë, po mund duhet më ja përsërit domethënë dikujt. As domethënë kon golës, sikurse Leithi thot një herë e moj men, thot e kum pa mas jacies Imam Zuhrin ka morën edhe ka filluar thot me përsërit një hadith, ndërkohë që këtu mor avdes, thot dhe ka përsërit derisa ka thirrë ezani I sabahut. E ka përsërit një hadith derisa ka thirrë domethënë ezani I sabahut. Çto vllazni shena. Krejt me lenë Allahut mumi 2 ose 3 ose 4 xhuza më mësu. Krejt çto, vesh me mu bazun çeket. Mund çky super inteligjenti, apo prej një aci deri sa ka përsërit një hadith. Pse na nuk mujmë përsëritën domethënë çto një sure të xhuzit ame. Pse mos më aqit vetes si obligim që viti 2025 nuk më kryq këtë xhuz. S'ka rëndësi që I uzu frek, s'ka rëndësi që I kibo të vjetë edhe si mor kur me këtë farë pune. Thjesht veç dush me besu që ja vlen, veç dush me besu edhe me dash këtë punë, me shtin fjalën e Allahut domethënë në zemrën tonë. Edhe mund të më bë kjo kulturë shumë e zakonshme mesin e xhamatit, çdo secili pineve domethënë 2-3 xhuza më I pasën. Ama diku realiteti. Realiteti është që me bë për shembull me mungu imamin në xhami. 80% ndoshta vllaznive kanë gjendje me dal imam. Çka realiteti pëlqej s'pëlqej. A ndoshta domethënë llafët I kena shumë tjera. Për arsye domethënë thjesht vesh me thjeshtësu që nuk ka domethënë kjo nuk lyp ndonjë filozofi, thjesht lyp pa koncentrim, pa dashni, edhe pak domethënë për kushtim. Për shembull Sheh Ibn Bazi, Allah I mëshiroft, përmendet që më pleçni para se më ndrojet disa vite, I ka metën si marak që nuk e ka mësua Elfien e El Hafidh el Iraqit. Është një poem
elfije, domthon 1 mishe, 1.000 vargje, po 1.000 bejte të arabishtët janë 2.000. Edhe i ka me, pse nuk i ka mësu pak më herët? E kom dëgju prej një nxënësit ti, thotë që e ka angazhu atë shoqëruesin e vet, ka thonë, "Mbakt avdesit, kur të marr avdes, thotë mi recito ka 2 bejta." Thotë kom mësu me lenë Allah subhanahu wa taala. Domthon për ditë ka 2 bejte, për ditë ka 2 vargje, me lenë Allah mëson edhe 1.000, mëson edhe 2.000. Thjesht veç duhesh me dash, veç duhesh me besu domethënë që domethënë ja vlen. Fragmenti tjetër thotë Imam Zuhri, thotë dia është lugin kur të shlo ka dal që bën e sop që dush me dal. Thotë kur të shlohesh në lugin, shlo ka dal, bën e sop që do të me dal. Shpesh do të disa motivohen për dije, hina për literatura të gabume, ose nxjerrin programe domethënë të stërzmadhume. Edhe pastaj ndoshta edhe neveritët, ndoshta edhe ngatrohen, ndoshta edhe domethënë hina për të kapituar që suni përballon edhe madje edhe mundet me deviju. Ndaj një prej kodave të suksesit është domethënë qasja e matur edhe e mençur. Domethënë qasësh me maturi, edhe i qasësh domethënë dijes me domethënë me mençuri. Dhe kjo pastaj prodhon me lenin Allah subhanahu wa taala kodin tjetër që thot Imam Zuhri, thot dijen nëse e merr me shumicë ka me të mujt. A nëse e merr me ditë e me natë kuptimin e përditshmërisë, ti ke me fitu. Domethënë dija për me mujt me kor sukses, duhet në vazhdimsi me mësu diçka. Për ditë duhet me mësu diçka. Për shembull, po që të jem shumë më konkret. Nëse ti s'ki përvojë të mirë me hifzën, s'ki përvojë të mirë me mësimin e Kuranit. Nëse çuqi ders është motivim për ty, atë episonte e bën për shembull veç 2 ajete. Veç 2 ajete më mësu prej xhuzit tamë, jo më shumë. Veç 2 ajete, po me lenë Allah të folmi mas 6 muaj dhe ja ka vlet. Folmi mas 1 vjet dhe ja ka vlet. Po mundesh me thonë, jo, xhuzina më mësojnë fëmijët edhe për 2 javë. Po ti që 20 vjet s'e ke mësu. Cila është zgjidhja nëse s'e ke mësu që 20 vjet? Merre 2 rreshte ose 1 rresh në ditë. 1 rresh në ditë është më mirë, po 365 ditë me lenë Allah ka fryt, ka rezultat, ka diçka konkrete dhe ja sheh hajrin me lenë Allah subhanahu wa taala, domethënë sa ti je gjallë, saktësisht nëse merr për ditë edhe perfeksionon mirë, edhe merr me bollok inshallah me kalimin e kohës, me lenë Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo nëse vazhdon kësaj me pak, vazhdon te rregulli tjetër, që është domthon kod tjetër i diturisë, thotë Imam Zuhri, thotë 45 vjet, ka mulltu ndërmjet Shamit edhe Hijazit, thotë asnjëherë s'mu ka dok larg një vend me shku me moni hadith për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mundesh me majt edhe 45 vjet nëse e merr me ran. Mundesh me majt edhe 45 vjet nëse mëson shikohije. Mundesh edhe 45 vjet me quhet domthon kërkimin e dijes nëse mëson me program, mëson me maturi, mëson me mençuri, edhe domthon nuk je tu gut. Pse tu dosh më gut? Nëse dikush thotë jo, pse unë do të mësoj 10 vjet, ku ne tu dosh më shfaq? Para kujt tu dosh më fry? Nëse mas punon ti qëllimi me arte në dije që të afron tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse mu më afron tek Allahu, edhe mas 5 vjet do le të mësohet. A nëse e kam qëllimin me dal para njerëzve, atëherë do të më kthyet te dersat e sinqeritetit. Atëherë do të më kthyet te dersa të tjera, sepse atëherë do nuk është në rregull diçka në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe normal që pastaj një dietar që 45 vjet nuk i do për asnjë ders larg, ky pastaj bëhet medarul hadith. Hadithet mos sill këtë ka, domethënë në transmetimet e tij. Fragmenti tjetër thot Imam Zuhri. Thot Imam Zuhri thot, kom shku te dera e Urwës, Urwa ibn Zubairit. Thot kom nejt e dera, helbet mos po del shehi me ngut piti hadithe. Thot kom pas mundsi me hin se kom pas shumë derën qel te Imam Urwa, te Urwa. Thot thjesht kom nejt, e kom pas që s'po del jam kthy te shtëpia, thot për shkak të respektit madh që kom pas, kom dash domethënë me irritu. Diku tjetër thot Imam Zuhri thot 3 ditë radhazi e kom ndjek Sa'id al-Musayyib vetëm e gjet në moment përshtatshëm me vetë për një hadith për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se thot Zuhri thot i na ul tek Sa'id al-Musayyib, edhe ka ndodhur thot me ditë me javë thot kur kush se ka nis muhabetin, as nuk kena bë pyetje, derisa kena prit dikush marr me pyetën e pastaj domethënë me përfitu. Kodi është respekti për mësimdhënësin, ti çel ullt me përfitu prej tij. Respekti për mësimdhënësin, ti çel ullt, se edhe mësimdhënës është njeri. Edhe rrjedhëmisht kur e shet domethënë në raportin e mirëfillt nga pala për të cilën e targeton, realisht domethënë është edhe më bujar, është edhe më zemërxhan, edhe mundet më shumë domethënë me përfitu, sigurisht kjo pastaj ty ta bën një pozitë veçantë tek mësuesi jot. Sikur se thot vet Imam Zuhri, thot para se me ndroj jetë, Sa'id al-Musayyib ka thonë kësaj: "Men mata wa taraka mithlak lam yamut." Kush des, edhe e lë dikën si ty, nuk ka dek. I thot mësuesi, i thot domthon nxënësit vet. Thot kush des, edhe e lë një nxënës si ty, nuk ka dek. Domthon ja ka dhënë motivin e jetës, domthon mësuesit vet. Ja ka dhënë këtë me respekt, ja ka dhënë me mësim, ja ka dhënë domthon me edukat, ja ka dhënë me kulturë, edhe me lenë Allah subhanahu wa taala domthon ka pasën domthon këtë frytshmëri. Dhe kjo pastaj e krijon edhe një kod tjetër. Cili është kodi tjetër? Thot Amr ibn Dinari, thot ma ra'aytu ahadan absara lil hadithi min Ibn Shihab. Thot nuk kom pa, thot dikush i cili më syqel
nuk kom pa dikë i cili është më syqel për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa domethënë e Zuhri. Pse domethënë syqelsia? Se syqelsia nis pite çaj fillimi i rrugtimit. Ja ka pa ku do të më mësu, e pastaj u kanë edhe syqel, u kanë pastaj edhe syqel, domethënë çish me pas hadithin e Resulullah, çish me kuptu hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe me kuptu domethënë dijen me len Allah subhanahu wa taala. E sidomos çka syqelsia është ata të cilët kanë sabër për me bëhe, domethënë këtë udhë. Transmetohet për Imam Ahmedin, kur është kthy prej Abdurrazakit, kur është kthy për Yemen, që ka shku me mësu te Abdurrazaki, në Bagdad ka shku te Abdurrazaki, thotë njëri thotë e kom pa udhës shumë u kanë i lodh. Thotë kur u kanë udhës, se keni parasysh, lodhësia e Imam Ahmedit nuk u kanë vesh udhë, u kanë edhe fukarallëki. Thotë e kom pa që u kanë shumë i lodh. Thotë nisa me bë mohabet me ta me azbut këtë mohabetin e lodhjes, edhe më tha hayyinun fima stafadna min Abdurrazak. Shumë punë lehtë kjo punë e lodhjes teme, çka kam përfituar te Abdurrazaki. Domthon sa kam përfituar te Abdurrazaki, domthon zbohet llav, domthon lodhja zbohet llav, nxehti udhës zbohet llav, domthon hekat e udhës e kështu më radh. Fragmenti tjetër thot Abu Zinadi, që ka qenë njëri prej imamëve të hadithit, thot kuna naktubu al-halala wal-haram wa kana Ibn Shihab yaktubu kull ma sami'. فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. Thot e pata bërë ran me majtë shënimet e dietarët veç për halalën dhe për haramin. A thot Imam Zuhri e pat bërë ran shkatnie për dietarë me shkruajt. Shkatnie thot punë shkruajt. E kur u bë këtë dynjaja nevojtar për dijen e tij, thot e kuptova që ky i shkon më i dëshmi. E kuptova që i shkon domethënë më i dëshmi, thot Imam Zuhri, hudurul majlis bila nuskha dhul. Thot me shkon me xhlis pa shënime, thot është në formën e nënçmimit, është formë poshtrimit, sepse domethënë ose do të më pas memorien që i mamën kretat, ose domethënë nuk e intereson për metën, domethënë çatu dije, çatu mësime e kështu me radhë. Ndaj, për shembull, nëse fjala bie e morëm librin e tauhidit, ose Doracakun ose libra të tjera, edhe mashënime, edhe ngon ders, edhe ki librin, domthon këtu 3-4 forma, 3-4 etapa janë për me rrënjos ç'a dije, e që kjo dije e mirëfill, që kjo është formimi i mirëfill, që kjo është ajo shkatmet me lejen Allah subhanahu wa taala, e tek selefi u kon vedian këtë drejtim shumë nalt, thot Abu Bakr al-Basri, thot një herë më ka pa thot Sahli ibn Abdullah, thot më ka pa me laps edhe me fletore, edhe më ka thon a shkruan ti kur shkosh na për derse, thot po ne shkruaj, i thot uktub fa in istata'ta an talqa Allah azza wa jall wa ma'aka al-mihbara faf'al. Thot shkruaj na për kur shkosh na për mezhlisën na për derse. E thotë si të mësh me taku Allahun, e ku dish para Allahut më kon me laps dorë thot bëje. Si të mësh më kon çash që mos më tek laps mbi dorë, edhe kur ta takosh Allahun më kon me laps, thot bëje domethënë në gjë të tillë. Sigurisht është e rëndësishme te kjo puna e shënimit vëllazni, është me mojt shënimet për me i rilezu, jo thjesht për çat moment. Për arsye përmendet për Imam Zuhrin që i ka mojt shënimet, i ka mësu, masi i ka mësu i ka shkryer shënimet. Masi i ka mësu mirë, i ka shkry shënimet që me sfidu vetën, domethënë që i ka mësue mirë me lejen Allah subhanahu wa taala. Me një vend tjetër, një fragment tjetër, e di që pak është i ndihshëm, po s'kam çfarë pa përmend, me një fragment Imam Zuhri thotë kështu. Nuk kanë sa ju njerëzit thot murue, fisnikëri. Fisnikëria në ato renat e burrnis. Apo? Honën burrit si ka hije filan puna ose burrit i ka hije filan puna. Thot nuk kanë kërku, nuk kanë sa ju njerëzit fisnikëri. Më dashur për mu se sa të folurit rrjallshëm. Se sa të folurit rrjallshëm. Domethënë me investu në gjuhë, me investu në të folur, me investu në artikulimin tanë domethënë të folurit. Saktësisht Imam Zuhri një herë u fal mas një njerit që ka dëgjuar që domethënë nuk e flet arabishtën mirë. Ka dëgjuar që nuk e fol arabishtën mirë. Ka thonë vesh nuk po duam hik se vapi namazit me xhamat se kisha lidh çiti njëri. Veç se s'po duam me hik namazin me xhamat, se nuk kisha lidh një njeri i cili nuk ka investuar domethënë në gjuhë, sikurse domethënë dikush ka ardhi ka kërkuar Imam Zuhrit transmetime, edhe ka thonë a fol gjuhën mirë, ka thonë po ja ka vënë fartesë që e fol gjuhën mirë, në rregull atëherë po t'jap domethënë dije. Çka është mesela ndonjëse këtu? Kodi është që njerëzit e dijes, njerëzit që dojnë më morë me dije, duhet më kanën që kanë investuar mirë në gjuhë, kanë lexuar mjaftueshëm gjuhën e vet, në gjuhën e nonës, po edhe në gjuhën arabe nëse është në veçantë me dijet e fesë, për arsye se përgjithsisht, me rast të përjashtueshëm, përgjithsisht gjuha e zhvillon artikulimin e mendimit. Një njeri që ka investuar në gjuhë, mendimi i tij më i shëndosh. Artikulimi i tij, domethënë logjik i mendimeve shumë a nivel. Ndërkësh mungesa e gjuhës tregon fukarallok. Mungesa e gjuhës, nëse s'u shpreh më bukur, s'kena çfarë më thon, s'kena çish më shpreh, s'kena domthon ide të artikuluar mirë, kjo është fukarallok. E keni parasysh për çfarë fukarallok jam të folën. Domthon investimi në gjuhë është karakteristike e njerëzve të dijes.
njerëz të dijes investojnë në gjuhë edhe këtë e kanë domthonë pjesë të identitetit të tyre. Dhe që to janë Imam Zuhrit, më duhet më shtu edhe dy, jo prej tij, prej dikujt tjetër prej selefit edhe më përmbyll. Kur vjen dijes për zgjatin. El Khalil ibn Ahmed ka thonë kësaj. Jeta jeme thotë është ndërmjet 4 ditëve. Jeta jeme thotë është ndërmjet 4 ditëve. Dita e parë thotë është dita kur e takoj dikant që më dëshëm se unë edhe mësoj prej tij. Thotë fa dhaka yawmu faidati wa ghanimati. Thotë çajo ditë është dita e fajdës, e dobisë edhe fitimit. E kom gjetë një njeri më dëshëm se prej tij. Thotë dita e dytë është dita ku dikush më pak i dëshëm, e që unë më mësu, thotë fa dhaka yawmu ajri. Çajo dita jeme e sevapit. E para është e fitimit, e dyta është e sevapit. Thotë e treta thotë është kur e takoj dikan i cili çati pari me mua. Edhe thotë përsërismi bashkë me të dije, thotë fa dhaka yawmu darsi. Çajo dita jeme e mësimit. Thotë e katërta thotë është një ditë kur e takoj një njeri që s'di menon që di, fala ukallimuhu wa aj'aluhu yawma rahati. Edhe nuk i foli edhe baj ditë pushimi. Domethënë, për me mujt, me mbrin dije, duhet me pas komplet jetën dije. Domethënë çdo ditë me pas investim domethënë në dije, aq më tepër në dijen domethënë fetare. Nëse dija se jep krejt çka ki, ti jep diçka nga fundi ato. Ama ti kur gjasë ti dhon, domethënë çka mundet me dhon. Sidomos, kisha pas dëshirë me e potencioni diçka. Ty të përcakton ajo çka dominon te ti. Ty të përcakton ajo çka dominon. Çi bie. Nëse për shembull 4-5 orë janë shpletim në internet. 4-5 orë janë shpletim në internet. Ti e çikë. Ato 4-5 orë keni parasysh ka mundu më kon. Për aty 4-5 orëve 80% janë haram. Edhe një pjesë e madhe ty janë senet kota, edhe një pjesë e ty në s'dvyn, as dynjas në ahiret. Ti e çikë se çatu 4-5 orë përcaktojnë. Se një 7 orë ti merr puna, një 7 orë ti merr xhumi, çtu 4-5 orë domthonë ty të përcaktojnë. Ndërkaq, çka nëse për shembull ty të dominon fjala bie 2-3 orë ki Kur'an, ose një orë ki ders, ose një orë ki lexim. Nëse ti një 4-5 orë ki investim në veten tonë, çky je ti? Mund dia të përcakton ty. Kështu që është shumë e ulët kjo që na ik realitetit tonë. Kjo që nuk po e pranojmë kushina, tu dosh me krijue realitete imagjinare, na ka bë domethënë këta njerëz me maska, edhe domethënë kogja imagjinar. Edhe e dyta, edhe me këtë po përmbylli, thot Sufjani, kanë yuqal, kanë thënë selefi, awwalul ilmi as-samt. Faza e parë e dijes është heshtja. Thumma al-istima'u lah. Pastaj vjen me anu veshin mirë dijes. Thumma hifdhu. Pastaj me e majt me në mirë. Thumma al-amalu bih. Pastaj me punu me të. Thumma nashruhu wa ta'limuhu. E pastaj vjen me e shpërndo, edhe domthon me e shkep diturin. Çka kodi që saj? Respektoj arenin dijes e mrrin. Respektoj arenin dijes e mrrin me lejen Allah subhanahu wa taala. Shpesh ka tendenca me ka përcy. Dalmi të shpërndarja a kurkunsin atë te pjesa e dëgjimit, te pjesa e mësimit, kurkunsin ndoshta te pjesa e edukatës e kështu me radhë. Domthon, mirë është më mësu me hesht, mirë më mësu me ngu mirë, me mësu mirë, me e perceptu saktë edhe me majt men, pastaj me punu, e pastaj i vën reni, me lejen Allah subhanahu wa taala edhe me shpërndo. Këtë çdo mësime në vëllezër, çdo rregulla të Imam Zuhrit, besoj që vlen për këtë fushë të jetës. Kushdo që do me i dal faqebardh edhe me sukses në fushë, po mbi gjitha duhet me e shfryzu këtë për me hek qatë emrin e poshtër gjahilit të feja Allah subhanahu wa ta'ala. E lësë Allah subhanahu wa ta'ala me në mësu me shkun në shembullin e të parë të mirë. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.